Ndërsa jo pak fshatra të zonës në Shkodrës shprehin shqetësime për rrezikun e përmbytjeve në këtë periudhë, me rreshje dhe prurje ujore të sasisë të lartë, në Vërdisë në mesme problemi kryesor mbetet mungesa ujit të pijshëm, një histori që zgjat rreth 30 vite, dhe pse formalisht ekziston rrjeti i usjellësit në këtë fshat, banorët nuk kanë siguri në cilësinë e ujit dhe për këtë arsye udhtojnë me kilometra për të siguruar ujin e pijshëm. Ujin mojet kronit atje. Shkojmë me marrën. E ky uji që vjen nuk pihet. Ai kanë pa hek, se kena pa pas dikur, atin që ka kenë ashtë rezervari atje, po unë i kanë put, mi ka 30 vjet, 40 vjet, 30 vjet ka. Na nuk kena ujë hyç, me fjalë vetëm ujë që na vjen për shtetit, vjen 2 orë, s'vjen ma. E kështu që ta ditën me fjalë, s'kena tjetër. Vetëm 2 orë? Vetëm 2 orë për të zoten, ha. Shkan burri, e mush atje, ujtë pishëm me fjalë atje, te i kroni atje, largë. Ka shterk? Largë balë për të zoten, atin duhet mu sjella në rrëmollak, me fjalë për me shku. Ban një orë gjysë në kam, me fjalë, se nuk ka makinë, nuk ka mjetë shkander atje. Në kam. Po, në kam. Edhe shkojmë të rezervari, atje mushim ujë pishëm, se kjo ujë shtetit, me fjalë, kjo nuk pihet. Ati e shkan burri me bicikletë pa shenja, se na makinë gjanë s'kena. Deri para 30 vitesh Bërdica mesme është furnizuar me ujë të pijshëm përmes stacionit të ujësjellësit i ndërtuar në Kodra që ndodhet në pikën më të lartë të kësaj zone, por jashtë vullnetit të banorëve të këtij fshati, me qindra familje nga ndërmarrja e ujësjellësit të Shkodrës në këtë periudhë, u ndërprer furnizimi dhe stacioni ekzistues dhe fshati u lidh me një burim tjetër. Si pasojë të këtij ndryshimi, furnizimi me ujë të pijshëm u përkeqësua deri në atë pikë sa sot banorët deklarojnë se praktikisht nuk kanë ujësjellës, pavarësisht asaj që figuron e regjistruar në inventarin e ndërmarrjes së ujësjellësit kanalizimeve Shkodër.